Deshta mi u kthy paneleve Sar, sepse duke qenë se paneli i parë trajton pikërisht varësit nga substancat narkotike, varësit nga duhani, varësit nga alkoholi dhe reduktimin e dëmit në këtë pjesë. Se si mund të vazhdojmë. Ne kemi një moderatore të këtij paneli, do t'jetë Freskida Miloti dhe do t'jetë një ndër toksikologët Roland Shuperka, për shembull, që është pjesë. Kjo është vetëm një nga panelet. Një nga panelet. Pastaj kemi Vera Orën që vjen si keynote speaker dhe ndonë aspektin e saj si psikiatre në këtë pjesë, në këtë aspekt, si dhe tregon historinë e saj gjatë përballjes me sëmundjen e kancerit. Pastaj kemi një lifestyle coach që është Saranda Dervisholli, e cila do të tregoj historinë e saj që është përballur me atë djegjen mentale, djegjen psiqike apo burnout, dhe si ajo e ka marrë veten pas asaj pjese dhe çka e ka shty atë që të bëhet një coach, një trajnere e jetës së shëndetshme, një këshilluese e mirë. Kemi tek paneli i dytë që trajton temën e shëndetit në përgjithësi nga lindja deri në moshë madhore, veprimet që ndërmerren, hapat dhe çdo gjë tjetër që ndikon apo si ndikon. Kemi endokrinologun e njohur doktor Elton Bahtiren. Pastaj kemi, ty të falenderoj shumë për përgjigjen pozitive dhe vullnetin për me qenë pjesë dhe moderatore e këtij paneli. Pastaj kemi panelin që trajton pjesën e shëndetit mendor dhe stresit post-traumatik, duke marrë parasysh se duke qenë që jemi një shoqëri e dalur nga lufta, nuk është shëru dhe nuk është bë mjaftueshëm rreth trajtimit të traumës që ka shkaktuar lufta e fundit në Kosovë. Dhe për këtë kemi ekspertë të ndryshëm e që do ta udhëheq këtë panel Kaltrina Ajeti. Këto shumë nutricionist, do me thonë specialist të shëndetit fizik, por edhe mendor. Dhe mendor do t'jenë pjesë e lifestyle konferencës që me fol për eliminimin e veseve të dëmshme, reduktimin e risheve dhe këshilla të vlefshme për një jetë shëndetshme.